Adi dhe Ola po dëshmojnë çdo ditë e më shumë se historia e tyre e dashurisë po bëhet gjithnjë e më e fortë. Që pas përfundimit të rrugëtimit në reality show dhe zyrtarizimit të lidhjes me familjet e tyre, çifti është parë pothuajse kudo së bashku, duke shijuar çdo moment pranë njëri tjetrit. Së fundmi, ata kanë vendosur të ratisen rutinës, duke nisur pushimet në jugun e Shqipërisë. Përmes postimeve në Instagram, Adi dhe Ola kanë ndarë me ndjekësit pamje relaksuese dhe romantike nga një resort luksoz me pishinë dhe pamje mahnitëse nga deti. Në fotografitë e publikuara, dyshe shfaqet e lumtur dhe shumë e afërt, ndërsa shijojnë rrezet e diellit, pishinën dhe një atmosferë festive me gota shampanje pranë palmave. Këto momente konfirmojnë edhe një herë se dashuria e lindur në ekran ka vazhduar me hapa të sigurt edhe jashtë tij, duke kthyer Adin dhe Olën në një nga çiftet më të komentuar dhe më të pëlqyer të momentit. Mos harroni të bëni like, subscribe dhe të na ndiqni për më shumë lajme nga bota e showbizit shqiptar.